por rolin kyç momentalisht e ka Donald Trump ja ka jap në Turqisë, ne kem parë edhe në Saudin Arabi, në pjesën e Saudisë Arabi që është, kem parë vizitën e Donald Trump, se si është zhvillu, po ashtu është zhvillu një takim me atë kokën të cilën sa milion i jep ka Amerika për ta zënë, dhe Donald Trump e priti në takim me presidentin e Sirisë, edhe kjo ndodh për shkak se këtu ka rol kyç ka Turqia. Realisht ne kem pa presidentin Erdogan që është në moshë, kogja shumë, ende qëndron fizikisht, kënë rregull, por Turqinë momentalisht është udhëheq dikush tjetër, e të cilën Erdogan ja ka jep epitetin kryesor atij personi. Ajo është Fidan Hakan, ministri i punëve të jashtme ose ish shefi i shërbimit sekret turk. Dhe një rol kyç e ka luajtur ushtria turke në luftën në Siri, ku forcat speciale turke e kanë liruar Sirin nga diktatori Assad. Ju thoni që SBA e njoh rolin e Turqisë në Siri, do ta njoh edhe në Ballkan, do i dorëzojë edhe Ballkanin. Ajo që ne kemi diskutuar. Unë kam thënë më herët, por Ballkani është realisht i dorëzuar nga Donald Trump tek Turqia. Këto është një pengesë tek evropian nuk dëshirojnë ta pranojnë një gjë të tillë për shkak të Greqisë dhe Çipros, por Donald Trump e ka këtë punë ka përfunduar me Turqinë dhe ne kem që bazat turke ushtarake, ushtria turke është në Siri, tokat e Sirisë. Dhe nuk kem se çfarë të folëm. Sot kem edhe në Kosovë patrollime, shtim të forcave të ushtrisë turke në Kosovë, po ashtu shtim të armatimit. Po pikërisht te kjo do ndalesha, çfarë do thotë kjo për botën shqiptare, roli i ri i Turqisë, i forcuar? Unë mendoj që ne pa marrë parasysh interesave tona në cilët kenë bazë teknologjisë dhe pjesës tjetër të armatimit me Turqinë, ne do të përqendrohemi që të kemi atë fazën vetanake, që t'jem njerëz që mujmë i përballu disa gjëra, qysh kemi përballu në të kaluarën, të blejmë armatim, por mos të kërkojmë të përkulëm para asnjë personi, që ndrojmë besnik ndaj vetvetes mas pare. Dhe kjo është një problematik që sot mungon tek institucionet bardh shqiptare, tek liderët tanë politik, dhe po ashtu tek njerëzit të cilët mirën me pjesë sigurisë. Dhe besoj që kjo është e mirë realisht, që ne e kuptojmë, kemi armiq, ne kemi Serbinë, Shqipëria ka Greqinë, edhe ne i kuptojmë këtë rrethon, por ne do të forcohemi dhe t'i tregojmë që ne këtu sundojmë ne. Jemi miq, në rregull, por populli shqiptar është populli shqiptar. Mos ja shtrim kokën kurkuna si çfarë kur erdhi Erdogan dhe u desh me hek pustin e Skënderbeut nga pjesat e zyrëve të kryeministrisë apo presidentit më mbulume, ajo për mua është një çmim shumë i madh. Dhe unë personalisht dhe mendoj një shqiptar që ka një krenari kombëtare nuk do ta bënte. Por kemi edhe ASN-c për interesat tyne personale, familjare, grupore, politike, bëjnë një gjë të tillë, edhe ja që ndodhen gjërat e tilla kur kemi njerëz që nuk kanë krenari kombëtare. Duke uruar që kjo verë jetë e qetë, unë të falenderoj shumë për bisedën Murad dhe për ekspertizën tuaj, për dëshifrimin e asaj që po ndodh në rajonin tonë dhe më gjerë.
Ju faleminderit, por besoj që vera çdo herë ka më shumë punë. Pranë vera më shumë punë sepse koha është e mirë dhe ne duhet të shërbejmë atë dhejut tonë si në Shqipëri, si në Kosovë, sepse Kosova e Shqipëria. Nuk e di se kur do të vija e ditë që të kem edhe unë edhe çdo shqiptar pasaportet shqiptare, edhe pse me ligj në takon çdo shqiptar që dëshmon që është shqiptar, në bazë kushtetutës në takon, por nuk e di nga kush po pengohet ky proces dhe mendoj që është dashur të bëjnë me dije si presidentit Zotri Begaj të Republikës Shqipërisë dhe kryeministrit Edi Ramës dhe kushdo tjetër që është, që populli çdo qytetar shqiptar, kudo që të jetë pajisur me pasaportë shqiptare, sepse ne pe eliminojmë vetveten tonë nga bota dhe interesi tonë kombëtar. Ju faleminderit dhe shpresoj dhe besoj që të takohemi në ditët në vijim. Duke uruar që kjo kërkesë vjen në veshin e qeveritarëve këtu, unë falenderoj shumë Murat për bisedën. Shumë respekt, faleminderit nga ju, fitore për ekipin e Shqipërisë. Ne jemi me ta dhe mburrëm me ta fitore dhe jemi së bashku.